të njërës apo palës tjetër. Qartë, ka pasur në gjuhë jo edhe aq të bukur edhe dedikuar në fakt presidentës Osmani, edhe në çështja e fundit për ta diskutuar së bashku me ju zonja Luzha, çka prisni më shumë nga vendimi i gjykatës kushtetuese? Normalisht paragjykojmë një vendim sepse ende nuk e kemi një të tillë. A mendoni se do të ofrojë zgjedhje të parakohshme apo do ta rikthejë në pikën zero çështjen e presidentit? Ne duhet marrim mësim nga kjo situatë, me të vërtet mësim, edhe nëse po them e kemi humb gjitha shanset, tash e kemi edhe një shans të fundit për të reflektu, për të tregu maturi, edhe për të gjetë zgjidhje, çfarë unë po propozoj, do të thotë një zgjidhje e vërtet, kompromisi prej një sjellje politike të matur. Pse po them këtë? Sido që tjetë situata, unë e shoh si një zgjidhje të mirë. Nëse vlerësohet i drejtë dekreti i zonjës presidente, detyrohemi të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe atëherë qytetarët e kanë në dorë që të rikonfigurojnë prap, themi, ose të konfirmojnë ose të ndryshojnë verdiktin për përfaqësuesit që do të hyjnë në garë. Nëse nuk vërtetohet dekreti i zonjës presidente dhe konstatohet që kemi ende mundësi për ta zgjedhur presidentin apo presidenten, nuk duhet të bëjmë gabimet që janë bërë këtë herë. Pra, nuk duhet të ketë biseda bilaterale, nuk duhet të ketë kandidat të partive politike dhe duhet përfundimisht të kërkohet ndihmë nëse nuk ka mundësi të zgjidhet vetë, të kërkohet një facilitatim ekspertësh, të bëhet një tryezë e gjerë, të caktohen kriteret, të bëhet një listë e ngushtë me emra të personaliteteve që mendojnë të gjitha palët edhe të mirët pëlqimi, si me thënë, pëlqyeshmëria, pranueshmëria e gjitha palëve, edhe të shkohet me procedurë shumë thjeshtë qytetare me kandidatin e mundshëm, me një kundërkandidat formal me që kërkon procedura, të shkojnë në deputet në mënyrë solemne ta zgjedhin presidentin apo presidenten e Republikës së Kosovës. Nuk është kjo as ideale, as nuk është e pamundshme, as nuk është, do të thotë, e paarritshme, është sjellje normale që e kërkojmë prej kësaj klase politike e cila është megjithatë e re, edhe nuk është e pamundshme për ta me ardhur deri te kjo zgjidhje që po shihet, po themi si një mundësi. Pra unë gjithsesi e shoh që çka do që të vendosë gjykata kushtetuese, na duhet ta pranojmë edhe të nxjerrim më të mirën prej saj për të shku përpara, jo për të shku mbrapa, jo për të fajsuar tash pafundësisht kush e pat fajin, kush se pat fajin, për ta pranuar të gjithë verdiktin edhe fajin që të gjithë që sa rritëm dot me zgjidh problemin, me reflektu në mënyrë kritike edhe në mënyrë autokritike, edhe me dhënë maksimumin nga vetja secili prej nesh, secila palë që është e përfshirë, për të ardhur deri te zgjidhja e mundshme. Qartë, faleminderit shumë zonja Luzha që ishe bashkë me ne në gazetë. Të nderuar shikues, ishim të bashkë me